Pikërisht në momentin e bindjes sime që ti po bën punë shumë të mira në televizion dhe mbase mund të kapësh një program të madh, mua më duhet të marr një ftesë pezullimi nga puna. Sepse unë isha bërë me 2 fëmijë, të bërurit me 2 fëmijë për mua ishte bërë pak shqetësues në televizionin ku punoja, megjithëse unë kurrë nuk kisha munguar, edhe pse kisha një fëmijë, edhe pse isha shtatzan, edhe sepse ditën që kam lindur me të 2 fëmijët kam qenë duke xhiruar, edhe pastaj kam ikur në maternitet, pa bërë 40 ditë që kisha lindur. Kur isha me Gji edhe me djalin, shkoj të them që unë do kthehem në punë, sepse kushtet ekonomike, kredia që kisha, nevojat familjare nuk më lejonin që të shkëputesha nga puna. Unë nuk kisha leje lindje të paguar. Në një takim marr lajmin që emisioni ishte pezulluar sepse sponsori ishte tërhequr. Nuk e di se si nuk më ka lënë xhiri që thuhet nga shqetësimi i madh që kam përjetuar